Teksta shka përdu më shkri se është po. Këtu jemi tek qendra multifunksionale, e cila vlerën e gjithëmbarshme e ka afër 1 milion euro, ndërka që mbi 80% e pagesave tashmë janë bërë, ndërka që këtu kanë ngelur punët përfundimtare, siç janë tavani, dyshemeja, pastaj fasada, suvatimet, dhe besoj që edhe këtu do të vim së shpejti që ta përrojmë këtë objekt, i cili është shumë rëndësishëm për komunën e Podujevës dhe për aktivitetet kulturore, artistike dhe të tjera për të gjithë llapjanët. Unë falenderoj kryetarin e komunës, ministrin e kulturës dhe punëkryesin për bashkëpunimin që kanë drejt realizimit të këtij qëllimi të përbashkët. Faleminderit sot bashkë me kryeministrin e vendit, po dhe ministrin e kulturës, patëm rastin që edhe të bëjmë perurimin të stadiumit qytetit, po njëkohësisht edhe të vizitojmë dy projekte të rëndësishme për qytetarët tanë. Tashmë po shihni që jemi në fazën finale të përmbylljes së këtij projekti, ndërsa pam një progres të jashtëzakonshëm të punëve në pishinën gjysmë olimpike. Domethënë tashmë nuk do të jetë në pyetje 36 muajsh siç është kontrata, po shpresojmë që do ta kryejmë brenda 24 muajve, që domethënë është një proces shumë i përshpejtuar, që është duke ecur dhe kjo po na gëzon shumë në mënyrë që sa më shpejt të përmbyllim këto projekte të rëndësishme, e disa prej cilave sigurisht kanë nevojitë edhe gjatë lojrave mesdhetare që do të organizohen në vendin tonë. Parku Manchesterës. E kjo është